Ja kur është koha e dur për të ngrënë në mëngjesin. Koha kur ani është paqe e rëndësishme sa ajo që jeni duke ngrënë, citon dietologja për Philadelphia Teresa Shang. Ajo rekomandon që të hani mëngjesin brenda 2 orëve nga momenti kur zgjoheni. Ushqimi brenda kësaj kohe përcakton ritmin për një oreks të shëndetshëm dhe stabilizon sheqernat e gjakut gjatë gjithë ditës, shpjegon Shang. Kur sheqeri i gjakut del jashtë grumbullimit, ajo shpesh shkakton vështirësi edhe për mbiushqyerje të cilat mund të çojnë edhe në probleme të ndryshme. Kjo kohë 2 orarshe e mëngjesit është e këshillueshme për të gjithë, sidomos për të sëmurët kronik, si ata që vuajnë nga diabeti. Në këtë rast, ju duhet të dëshironi që të konsumoni mëngjesin 2 orë nga momenti i zgjimit dhe jo më vonë, pasi mund të ndikojë edhe në shëndetin tuaj. Duke konsumuar edhe një mëngjes të shëndetshëm dhe të pasur me proteinë, atëherë do të keni edhe një nxitje më të mirë të vlerave të organizmit tuaj.